Përshëndetje, po ndihni Newsline, unë jam Jeta Kasemi. Ndëron jetë në spital 4 ditë pas atentatit Muçi Shaljani, i cili drejtonte makinën ku ekzekutua Gilmando Dani pranë Rinasit. 42 vjeçari Shaljani kishte marrë disa plumba në kokë dhe ndodhi në reanimacion nën kujdesin e mjekëve. Muçi Shaljani ishte emëruar agent në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore në shtator të këtij viti me procedura të dyshimta që çuan pas atentatit në pezullimin e zinxhirit komandues të përfshirë në rekrutimin e tij në polici dhe arrestimin e 2 oficerëve të komisariatit numër 3. 4 ditë pas atentatit, ku mbeti i plagosur rënd, Muçi Shaljani ka ndëruar jetë në spitalin e traumës. 42 vjeçari Shaljani kishte marrë disa plumba në kokë dhe të tjerë në trup nga breshëria e tokës që ekzekutoi Gilmando Danin. Prej pasdites së të martës, ai ndodhej në kujdesin e mjekëve në terapi intensive tek spitali i traumës, por nuk mundi të mbjetoj. Muçi Shaljani, i cili drejtonte makinën ku ekzekutua Gilmando Dani, vinte bashkë me të nga Barcelona, kur menjëherë pas daljes nga aeroporti, u qelluan me breshëri armësh nga atentatorët që i prisnin në rreth rrotullimin e Rinasit. Shaljani ishte emëruar agent në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore në shtator të këtij viti, nga ish drejtori i komanduar në këtë institucion. Pas atentatit që zbuloi lidhjet e tij me një emër të njohur të botës së krimit, siç ishte Gilmando Dani, krau i djathi Emiliano Shullazit, kreu aktual i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, urdhëroi pezullimin e zinxhirit komandues të përfshirë në rekrutimin e tij në polici. Po ashtu u ndaluan dhe 2 oficerë të komisariatit numër 3 që dyshohet se falsifikuan dokumentat e besueshmërisë para se Muçi Shaljani të punësohej në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. 2 oficerët e policisë të komisariatit numër 3 të arrestuar për shkelje në rekrutimin e Muçi Shaljanit në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore pritet të dalin para gjykatës për masën e sigurisë. Këtë çështje e ka ndjekur kolegja Bleona Prengzaj, me të cilën lidhemi për më tepër informacion. Përshëndetje Bleona, mund të na thuash cilët janë këta 2 oficerë të policisë dhe për çfarë dyshohen ata? Jeta të përshëndes, është caktuar dita shtunë për të mbajtur seanca lidhur me 2 punonjësit e policisë të komisariatit numër 3, përkatësisht Bruno Carën dhe Arshim Zajmin, të cilët janë ndaluar nga policia 2 ditë më parë. Ditën e sotme këto të fundit do dalin para gjykatës, pasi pretendohet nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore se këta të fundit nuk kanë kryer të gjitha procedurat e duhura për marrjen në punë të tashmë të ndjerit Muçi Shaljani, ndërkohë ditën e sotme prokurori Bledar Valikaj do të relatojë mbi gjetjet që ka bërë prokuroria, por edhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për ndalimin e 2 efektive të komisariatit numër 3. Bëhet me dije deri në këtë momente se Bruno Cara kishte vetëm 1 muaj e pak që kishte vazhduar punën si efektiv në komisariatin numër 3 në kryeqytet, ndërsa Arshim Zajmi kishte kohë që ishte punonjës policie. Bëhet me dije ndër të tjera që Prokuroria e Tiranës, por së bashku me AMP-n do të hetoj edhe punonjës të tjerë, agent të tjerë të AMP-s mbi mënyrën e rekrutimit të tyre pas ngjarjes që ndodhi dhe me Muçi Shaljanin, ndërkohë këta të fundit që dalin ditën e sotme përpara gjykatës akuzohen se nuk kanë kryer të gjitha procedurat dhe verifikimet e duhura për të parë pastërtinë e figurës së Muçi Shaljanit, por edhe më pas për të raportuar nëse ky person duhet t'i bashkohej AMP-s ose jo. Bleona, të falenderoj për raportimin. Brenda këtij mandati i qeverisës do të realizohet sistemi i monitorimit të rrugëve me kamera. Pak ditë pas atentatit të Rinasit, kryeministri Rama tha se ky sistem do të parandalojë shkeljet dhe do të ndikojë ndjeshëm për rendin dhe sigurinë. Në një tjetër bashkëbisedim me qytetarët e Tiranës, shefi i qeverisë tha se Veliaj do të qëndrojë kryebashkiak i Tiranës sipas vendimit të kushtetueses, ndërsa theksoi se kryeqyteti nuk mund të drejtohet me delegim, por me një kryetar në zyrë. Monitorimi me kamera inteligjente i rrugëve do të zbatohet brenda këtij mandati. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarë në njësi numër 3 në Tiranë, kryeministri Edi Rama komentoi atentatin mafioz në Rinas, ku mbetën të vrarë 2 persona. Shefi i qeverisë tha se nëse nuk do të kishte vonesa burokratike dhe ky sistem që do të merret nga Emiratet e Bashkuara Arabe të ishte implementuar, kjo ngjarje do të ishte zbardhur në kohë. Nëse do të kishim atë sistem në këmbë, ajo ngjarje e Rinasit që ndodhi do të ishte zbardhur në kohë reale. Po nuk është problemi tek zbardhja. Problemi është që në momentin që ai sistem funksionon, parandalon
siç e ka treguar rasti në Emirate apo në vende tjera që kanë sisteme të tilla, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen pikërisht me rendin, me qetësinë, me respektimin e rregullave. Në vijim të turit në Tiranë, Rama përsëriti sërish se Erion Veliaj do të qëndrojë në detyrë deri në 2027, pavarësisht dëmit që po i bëhet kryeqytetit, i cili nuk mund të drejtohet pa një kryetar në zyrë. Nuk ishte një hap për të fajsuar kryetarin e bashkisë, as një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë mungonte në detyrë se kishte arsye të vetat. Po ishte një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë në pamundësi për të kryer detyrën të mos kthehej në një problem gjithmonë e më të madh për qytetin, sepse qyteti, asnjë qytet nuk mund të qeveriset me telekomand apo me delegim. Por kurdo që Tirana të shkojë në zgjedhje, socialistët e kanë gati kandidatën. Njerëzit që jetojnë në këtë qytet duan shërbimet, duan rrugën, duan kopshin, duan çerdhen, duan pastrimin, duan të gjitha me radhë, gjë që ne duhet bëjmë çmos që t'i kenë. Jemi edhe sot këtu, së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja jonë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet. Gjykata e posaçme urdhëron SPAK të hetojë deputetin e Partisë Demokratike Arjan Ndoja për pastrim parash dhe fshehje pasurie. Pas një hetimi pasuror të kryer në 2023 ndaj ish prokurorit të Durrësit të shkarkuar nga vetingu, Prokuroria e Tiranës kishte vendosur të mos niste hetim për të. Por gjykata e posaçme që mori çështje nga gjykata e Tiranës pasi Ndoja u zgjodh deputet, urdhëroi SPAK të nisë hetimet për këto dy vepra penale. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Ndoja do të hetohet nga prokuroria e posaçme SPAK për pastrim parash dhe fshehje pasurie. Gjykata e posaçme vendosi të premten të urdhërojë prokurorin për nisjen e hetimeve ndaj deputetit demokrat Arjan Ndoja. Në vitin 2022 ai u shkarkua nga detyra si prokuror, pasi nuk arriti të kalojë vetingun. Shkaku bë atentati nëntorit të vitit 2019, ku Ndoja ndodhej bashkë me Aleksandër Lahon, i njohur si Rumi i Shiakut, kur u qellua me breshëri plumbash, të cilët vranë shoferin Andi Maloku. Ndoja së kohë prokuror mbeti i plagosur për prania e tij në makinë me një person me precedent penale e ndëshkoi në veting 3 vite më vonë. Pikërisht gjetjet në lidhje me pasurinë e tij duket se janë bërë shkak për një hetim pasuror të nisur nga Prokuroria e Tiranës një vit më vonë, në vitin 2023. Pas verifikimeve të kryer, organi i akuzës në kryeqytet vendosi mos fillim të hetimeve dhe dërgoi çështjen në gjykatën e Tiranës për konfirmim. Gjatë kohës së gjykata po shqyrtonte çështjen, Arjan Ndoja u zgjodh deputeti i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, duke u bërë kështu subjekt i SPAK. Gjyqtari i posaçëm Erion Çela evidentoi se dosja kishte element për t'u hetuar dhe vendosi që materialet ja përcjell gjykatës së posaçme për kompetencë. Ky e fundit, njësoj si gjykata e Tiranës ka vlerësuar se Arjan Ndoja duhet të hetohet, por kësaj radhe dosja e tij i është dërguar SPAK për shkak të cilësive të personit si deputet dhe veprave penale pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie gjatë kohës që ishte prokuror në Durrës. Pas shkarkimit nga komisioni i pavarur i kualifikimit në shkallën e parë të vetingut, Arjan Ndoja vendosi të mos përballet më tej, duke u larguar vetë nga sistemi i drejtësisë. Një shpërthim me lëndë plasëse ndodhi në orët e para të mëngjesit në një restoran në Kamz duke shkaktuar dëme materiale. Kamerat e sigurisë kanë filmuar një person të maskuar që vendos lëndën plasëse dhe më pas largohet me vrap. 2 pronarët e biznesit thanë se nuk kanë konflikte dhe nuk e dinë pse ndodhi ngjarja. $117 familje në Laç, banesat e të cilëve u shkatrua nga tërmeti i nëntor 2019 do të marrin para vitit të ri, çelësat e apartamenteve të reja. Ato janë dhurate qeverisë, ndërsa Bashkia Kurbinit ka gati dhe një plan investimesh në qytetin e Laçit për sistemimin e lagjeve të tij. Festat e fundit të vitit do t'i gjejnë 117 familje në Laç në apartamente të reja, ndërtuar si pjesë e projektit të rindërtimit. Në fund të këtij viti do të marrin çelësave, do të gëzojnë shtëpitë e reja, ashtu siç nuk i kishin më parë. I kam inspektuar vazhdimisht ndërtimet e reja dhe mund të them që janë punime me cilësi të mirë, janë bashkëkohore, me shumë shërbime që nuk ishin më parë
në pallatet ekzistuese. Tërmeti i nëntorit të vitit 2019 dëmtoi shumë banesa e la pas 300 familja. 522 prej tyre janë sistemuar në pallatet e ndërtuara me ndihmën e qeverisë turke në këtë lagje të re të qytetit. Deri tash jena të kënaqur. Kam dhomë kuzhinë. Kam 2 dhoma kuzhinë. Po shumë e kënaqur jam. Me ditë me mirëmbajt, me kushtet që kena pas, me kushtet që janë, jam shumë më mirë. Kushtet e ndërtuara. Unë jam e kënaqshme, për dhomë kuzhinë me gjithë plan. Gjithashtu një plan investimesh është hartuar nga bashkia dhe pritet të zbatohet në qytet. Unë them që hap pas hapi do të sistemohet më të qyteti, qoftë duke pas parasysh strehimin, por edhe rrugicat, rrugët e kryesore të lagjeve, por edhe më tej. Bashkia ka hartuar listën e projekteve të rrugëve nga të ardhat e veta për vitin që vjen dhe në përgjithësi ka zonat më të dendur të banimit, por duhet të them që bashkëpunimi me qeverinë shqiptare, se ato janë fondet tjera, nuk ka munguar dhe besoj që do të ketë dhe investimet tjera nga qeveria. Investimet e kësaj qeverie në qytetin e Lashit mund të përmbledhin një shifër që nuk janë investuar në Kurbin me 10 vjeçar bashkë. Ndërkohë përmbytjet pritet mos jenë më problem në Laç, pasi kanali i madh kullues në qendër të qytetit sipas bashkisë është drejt përfundimit. Diabeti është një sëmundje e heshtur. Shumë persona diagnostikohen me të pasi kanë bashkëjetuar gjatë me sëmundjen. Në të gjithë vendin janë të regjistruar rreth 111.000 persona me diabet, ndërsa mjekët bëjnë apel për kontrolle dhe analiza që mundësojnë zbulimin e hershëm të sëmundjes. Ky 68 vjeçar mësoi se vuante nga diabeti krejt rastësisht. Ju nështrua analizave para kryerjes së një operacioni dhe rezultatet i treguan nivel të lartë të sheqerit në gjak. Unë e mbaj në kontrole, mbaj me mjekime dhe nuk më kalon qinqe në çdo ditë. Kam për një ndërhyrje në zemër nga muaji prill, nga analizat që bënte spitali për operacionin, doli që ishte diabet tip 7. Sëmundja cilësohet si epidemia e heshtur e shoqërive të sotme, pasi jo gjithmonë shfaq shenja. Pse është shtuar numri për diabet? Një në kaq raste, po në 10 persona 6 veta nëna dalin me diabet, prediabetik, me vlera të larta, që nuk e dinë. Me ndryshimin e stilit të jetesës dhe mënyrës së ushqyerjes janë rritur shifrat e të sëmurëve me diabet. Në vendin tonë zbulohen rreth 6.000 raste të reja në vit, ndërkohë të regjistruar me këtë sëmundje janë rreth 111.000 persona. Është një sëmundje që të vret me sheqer. Kjo do të thotë që në një farë mënyrë pra ti nuk e ndjen, ti ke qef të hash brumra, të hash të ëmbla, të hash gjitha me radhë, sheqeri rritet, dhimjes të jep fare, jep komplikacione, për shembull komplikacione kardiake, ndonjëherë dhe arrest kardiak, shkakton verbim, shkakton, i thot populli, azotemi të lartë ose insuficiencë renale kronike. Do i bëj një mesazh brumrat. Të gjitha brumrat. Pra çfarë ka bruma duhet kemi kujdes, sepse në 100 gram miell apo 100 gram bukë më mirë, po e them, ka 50 gram sheqer. Aktiviteti fizik sigurisht, përse duhet aktiviteti fizik? Duhet të djegë glukozën, sheqeri. Kjo është pra, që mos lejoj të rritet në peshë. Lodhja e vazhdueshme, hetja e pezakon, ndryshime në peshë apo plagë që shërohen ngadalë mund të jenë disa prej shenjave paralajmëruese të diabetit. Prandaj mjekët apelojnë për të matur nivelin e sheqerit në gjak me qëllim trajtimin e hershëm dhe parandalimin e komplikacioneve. Shqipëria është bërë vitet e fundit tërheqëse për shumë të huaj që e zgjedhin për të jetuar dhe punuar. Një ndër ta është një ri nga Filipine që prej 2 muajsh është vendosur në Burrel. 25 vjeçari thot për ABC News se ky qytet i ofron qetësi, punë dhe një jetë të mirë. Filipinezi që punon si kamarier thot se i pëlqen mikpritja shqiptare dhe kultura e njerëzve. Me të ka komunikuar kolegja Joana Çellaku, ndjeki materialin. Në zemër të Burrelit, një qyteti të qetë të veriut të Shqipërisë, prej gati 2 muajsh, Steven Ballesteros po ndërton jetën nga Filipinet. 25 vjeçari i ardhur mijëra kilometra larg, ka gjetur në Shqipëri jo vetëm punën, por edhe mikpritjen dhe kulturën, që e kanë bërë të ndihet si në shtëpi. Steven punon në sektorin e shërbimit, kryesisht si kamerier, por nuk heziton të ndihmojë edhe në kuzhinë sa herë që ka mundësi. Gatimi është një nga pasionet e tij, sidomos kur bëhet fjalë për pica. Unë jam nga Filipine.
Këtu merrem kryesisht me shërbimin, por ndihmoj edhe në bërjen e picave. Këtu më pëlqen, është shumë mirë. Ajo çfarë më pëlqen më shumë është kultura. Njerëzit janë shumë miqësor, të sjellshëm dhe të ngrohtë. Ajo që e ka surprizuar më shumë është natyra shqiptare, malet e gjelbra, ajri i pastër dhe ritmi i qetë i qytetit. Ai tregon se Burreli kujton vendlindjen e tij, një mjedis i qetë, larg zhurmës dhe trafikut të rënduar të Tiranës. Këtu në Burrel është më mirë se në Tiranë. Tirana është një qytet i madh, i zhurmshëm dhe me shumë makina, ndërsa Burreli më duket si vendi im i lindjes, një qytet i vogël, me shumë gjelbërim, me ajër të pastër dhe mjedis shumë miqësor. Malet më pëlqejnë shumë, por sidomos moti, sepse në Filipine është shumë vap. Steven nuk i fsheh as pak fjalët që ka mësuar shqip, përkundrazi, i përdor me krenari duke bërë të lehtë komunikimin me klientët dhe duke fituar menjëherë simpatinë e tyre. Nuk është as pak rastësi pse Steven ndodhet në Shqipëri, pasi ja ka sugjeruar miku i tij i ngushtë, i cili po ashtu është punësuar në vendin ton. Shoku im punon në Tiranë. Kjo është arsyeja pse unë ndodhem në Shqipëri. Ai më inkurajoi të punoj këtu. Shqipëria është shumë e mirë, edhe Filipinet janë shumë të mira. Nuk e di ende nëse do të jetoj këtu për shumë kohë. Të dy vendet i dua. Historia e të riut Filipinas është një nga 10 rrëfimet e të rinjeve që largohen nga vendet e tyre për të ndërtuar një jetë të re, midis kulturave, gjuhave dhe sfidave të përditshme. Ai ka gjetur në Burrell një vend ku ndihet i mirëpritur. Një moshuar që ka jetuar deri tani gati një shekull përpiqet çdo ditë jap kuptim jetës së tij duke qëndruar sa më pranë natyrës dhe njerëzve. 95 vjeçari Muharrem Greca, edhe pse lëviz me ndihmën e një karroce, del çdo ditë në parkun e liçenit artificial të Tiranës. Shumë njerëz e njohin të moshuarin dhe përgëzojnë për shembullin frymëzues. Njihemi me të. Mes shumë qytetarëve të cilët vrapojnë ecin apo që thjesht shijojnë natyrën, çdo ditë në liçenin artificial të Tiranës bie në sy një 95 vjeçar, i cili rrëmben vëmendjen e të gjithëve. Pavarësisht moshës dhe problemeve shëndetësore, Muharrem Greca nga Baldushku i Tiranës del çdo ditë për të shijuar natyrën dhe ajrin e pastër. Unë ka liçeni ve kur është koha mirë, ditë për ditë. Në orën 11, në orën mesdite. Në moshën 65 vjeçare ai pësoi paralizë, më vonë pjesërisht humbi edhe shikimin. Për 3 dekadash ky motor elektrik për 95 vjeçarin u kthye në mikun e përvetuar të tij. Shumë jam i kënaqur për vetes time se vetëm i tjerë kësiu ka. Edhe me këtë, s'kam fare. Po mos jetë këy unë rri stop shtëpi. Në rrugë të gjithë e njohin dhe e nderojnë, e të shumtë janë ata të cilët edhe ndalen e përshëndesin dhe motivojnë për guximin e treguar, duke lëvizur pa një shoqërues në këtë moshë. Njohin të gjithë, se unë dal ditë për ditë. Policia kur më shef më nëro, falendero se moshën time nuk duhet të lëviz. Është trupi i riut ose gjaku i riut që ka qef të lëvizi. Kur më shofin u thotë që si mund të dali vetëm, pse nuk e shoqëron e bashkëshortja, fëmija. Muharremi gjithë jetën e tij ja kushtoi bujqësisë, vite të cilat na i tregon me nostalgji. Unë kam qenë teknik të vroni. Bolsa dohon cilësia parë. Kam qenë teknik shëltini. Rritsa shëltinin Baldushk 25 kg, 30 kg. Sot ndonë se shekullin e ka në prag, a i vion të frymëzoj me shembullin e tij, i pashtërueshëm dhe plot energji për të bërë kilometra të tërë në ditë. Natyra më jep shnet, e në më jep dituri, e në më jep gjallëri, gjore, gjysë e bë rreka për qartë. Më ka ndihmuar shumë se u habitën njerëzit kur una me këtë moshë që dal në i vip për qartë sarkefit, ose ime nuk është për të luajtur to, po unë marr guximin. Në çdo kthesë shëndetore sa i lë pas një mesazh të thjesht për të çmueshëm. Nëse ke dëshirë të jetosh, mosha nuk është kurrë një pengesë, është thjesht një numër. Ndërsa ka dhe një mesazh sidomos për të rinjt, mos ndalen kurrë nga aktivitetet sportive. Aktiviteti sportiv është shumë i dobishëm, është shumë i dobëzdoshëm. Shumë tu 100 me 100, 3 e 3.
Kemi ardhur në fund të Newsline, unë rikujtoj se të gjitha këto informacione mund t'i gjeni gjithashtu në webfaqen tona BC.News.al, ku ju ftoj të klikoni për lajmet përditësuara nga vendi, rajoni dhe bota, si edhe transmetimin ton të drejt për drejt mund të ndiqni në valët e radios në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.